Hej njerëz të mirë dhe të bukur, mirë se erdhët në WTF Daily Show. Çfarë ka ndodhur këtë javë në showbizin shqiptar? Antonella Berisha ka bërë një postim të gjatë në Instagramin e saj, duke u shprehur për një foto e cila ka qarkulluar në media ditët e fundit. Ajo është shprehur se po, unë kam bërë ndërhyrje plastike në fytyrën time dhe kishte bërë pikërisht otoplastik që ka të bëjë me korrigjimin e veshëve, rinoplastik e cila është një procedurë që ka të bëjë me korrigjimin e undës dhe është shprehur se ka bërë ndërhyrje jo invazive si fillera, të cilët i ka shkrirë më vonë. Po le të shohim se çfarë ka postuar Antonella. Ajo është shprehur se nuk kam menduar asnjëherë që jam e bukur sipas standardeve konvencionale të bukurisë dhe gjatë jetës time, si qindra e qindra vajza, kam patur vështirësi në pranimin e vetes dhe të pamjes time, në krijimin e vetbesimit dhe kurajës për të qenë ajo që unë jam. Bota e televizionit dhe bota shqiptare të përçmon sepse je e shëmtuar, ama të përçmon edhe pse je e bukur. Është për të nënvizuar se si me ndërhyrje apo pa ndërhyrje, njerëzit gjithmonë kanë gjetur tek unë dhe pamja ime gjëra që nuk shkojnë, diçka që më ka lënduar për shumë kohë, derisa kam kuptuar që nuk duhet të shqetësohem më. Dhe në fakt, Antonella Berisha ka shumë të drejtë në këtë postim, sepse shpesh herë komentuesit vëjnë re defekte të cilat dhe personazhet në fakt nuk i kanë fare, duke të krijuar kështu pasiguri. Nga ana tjetër, bukuroshja shqiptare Afrona Dika ka postuar një foto në Instagramin e saj ku duket që ka një unaz. Me sa duket, Afrona ka zyrtarizuar kështu marrëdhënien me partnerin e saj, të cilin nuk e ka bërë publik, por që ka konfirmuar se mund të jetë në një marrëdhënie. Në fakt, burimet për prive kanë shprehur se pas zhvillimeve të reja në jetën e Afronës, edhe pse ajo ka preferuar ta mbajë këtë pjesë të jetës private, nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për momentin. E vetmja gjë që dihet është se Afrona duket e lumtur dhe e përmbushur në aspektin personal, por mbetet e paqartë se kush është partneri që ka marrë zemrën e saj. Në fakt, Afrona Dika është bërë e njohur për publikun për shkak të martesës së saj me këngëtarin Vlero Muharremi, e cila përfundoi në vitin 2022. Një tjetër deklaratë e cila ka bërë bujë në mediat sociale ka qenë pikërisht deklarata e aktorit të mirënjohur Ermal Mamaqi. Ai është shprehur se më mirë të fshish lotot me 500 euro në Ferrari se sa me biletën e autobusit. Dhe pikërisht këtu ishte momenti ku shpërthyen komentet në rrjetet sociale. Dikush thot, mendjemadhësia e këtij do ta rënojë një ditë. Një komentues tjetër thot, mirë është të kuptosh pse po qan dhe jo ku po qan, o Ermal. Përsëri lotët po fshin si me 500 euro, si me bilet autobusi. I bie që lotët të rrjedhin përsëri, si me lek, si pa lek. Dikush tjetër thot, fshi me çfarë të duar si gjithë me një vend merr, kështu që Zoti të rezervon surpriza që vetëm ai i di. Dhe një tjetër deklaratë e tij kishte të bënte për faktin se nuk i jap para lypsve, sepse ai që është i varfër e meriton të jetë i varfër. Dhe komentuesit sërish kishin për të thënë gjëra dhe për këtë deklaratë të tij. Ja ke fut kot fare, o filozof, ti ke harru për veten ku ke qenë dhe kush të ka ndihmuar ty dikur? Dikush tjetër thot, u jap sa ka mundësi. Nuk i mendoj kaq gjatë sepse ai robi ndoshta ka shumë uri. Nuk thon kot, i pasuri nuk pyet për të varfrin. Më vjen keq që e dëgjoj këtë nga ty. Dikush tjetër thot, e thën nga dikush që ka pasur një familje me status ekonomik dhe shoqëror shumë të mirë për kohën. Puna dhe vullneti që të bëjnë të krijosh një ekonomi normale, që për standardin e Shqipërisë është një shtëpi me qera dhe ushqim. Por nëse ti nuk ke një rreth familjar që të mbështet si nga ana financiare, ashtu edhe morale, nuk besoj se do të bëhesh miliarder. Për mos përmendur pastaj familjet që jetojnë çdo ditë me të sëmurë kronik dhe gjithë çfarë mbledhin i shkon për kujdes shëndetësor. Në fakt ishin këto deklarata të cilat bën bujën e mediave sociale, por unë po ju a lë juve në dorë të gjykoni këto dy deklarata. Dhe ndërkohë këto ishin lajmet dhe për këtë javë në WTF Daily Show. Ne bashkë do të shihemi sërish episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim. Ándale.